Po, neve nuk e mbulojmë do të me këto të ardhur që nxjerrim nga bamjet të shpenzimet që nuk e mbulon. Sidomos sot, që ka një çmim që ka rënë shumë fare, 500 lekë të vjetra. Me 500 lekë të vjetra nuk mbulon dot asnjë lloj shpenzimi. Përveç saj ne pak muaj më parë patëm një përmbytje. Nga përmbytja neve filluam ta përgatisim tokën dhe njëherë nga e para. Mbollëm bamjet, u thanë, u bën nga kalëvizimi nga lëkështira. E mbollëm për s'dyti. Shpenzimet simulon do të kjo kur. Problemi është se shteti nëse na jep asnjë lloj investimi, nuk subvencionimi, ne punojmë vetëm, të paguash punëtorin këtu del zero. Ne zero jemi sot. Jemi minus sot, jemi brenda sot. Tani që po flasim bashkë. Nga fillimi që ne nga plugimi, nga frezimi, nga mbjellja, nga kultivimi, nga prashitja, nga plerat, nga pesticidet, se dhe kjo ka plera shtrenjta, ka pesticidet e veta.